Një aksidenti 4 fish rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në aksin transballkanike. Sipas informacioneve nga policia e Vlorës, në segmenti rrugor që njihet me emrin Gjergj Kastrioti, në zonën tek ish agjencia, janë aksidentuar 4 automjete. Në këtë aksident janë përfshirë një automjet i llojit Benz, një Toyota dhe 2 mjete të llojit Audi, të cilat kanë pësuar dëme të shumta materiale. Një prej mjeteve Audi në ato momente ka qenë i parkuar anës rrugës. Sipas burimeve nga grupi hetimor, shkaktari i aksidentit ka qenë mjeti i llojit Benz, i cili drejtohej nga shtetasi me inicialet MG. Ky mjet ka qenë me shpejtësi te i normave të lejuara në këtë segment rrugor. Mendohet që sipas burimeve nga policia të ketë qenë me shpejtësi mbi 150 km/h. Ky mjet për shkak edhe të shpejtësisë nuk e ka parë dhe nuk ka mundur as të reagojë në kohë në momentin që mjeti tip Toyota po futej me sinjale në aksin kryesor të Vlorës, duke e goditur këtë të fundit. Sipas informacioneve, më pas mjeti lloj Toyota, por edhe Benzi. Nga goditja e pësuar mes tyre, kanë goditur një mjet Audi që qarkullonte në drejtim paralel me të, por edhe një mjet i cili ishte i parkuar. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur edhe 2 persona të plagosur, drejtuesi i mjetit Toyota, shtetasi GG, si dhe shtetësja SH pasagjerë në mjetin Toyota. Ata janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e Vlorës, ku pas marrjes së ndihmës mjekësore janë raportuar jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shtetësja II, që drejtonte mjetin Audi, ka shpëtuar pa lëndime. Policia e Vlorës shkoi pas njoftimit në vendngjarje, ku pas marrjes së provave në vendin e ngjarjes, drejtuesit e automjeteve ju nënshtruan edhe testit të alkoolit. Drejtuesi i mjetit Benz, MG, rezultoi në gjendje të dehur, ndërsa për 2 drejtuesit e tjerë të mjeteve u konstatua se nuk ishin konsumuar alkool. Për shkak se u konstatua në përqindje tepër të lartë në konsumin e alkoolit, këtë të martë, policia e Vlorës në komunikatën për media ka bërë me dije se është arrestuar drejtuesi i mjetit Benz. Specialistët e seksionit e policisë rrugore në Vlorë arrestuan shtetasin MG, 27 vjeç banues në Vlorë, pasi në datën 29 shtator, rreth orës 20, në afërsi të vendit të quajtur ish agjencia, në rrugën Gjergj Kastrioti, duke drejtuar automjeti tip Benz në gjendje të dehur, është përfshirë në një aksident rrugor me 3 automjete, 2 prej të cilave në lëvizje dhe 1 i parkuar. Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi njëri prej automjeteve, shtetasi GG, dhe pasagjerja me të, shtetësja SH, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën, thuhen ndër të tjera në njoftimin e policisë së Vlorës këtë të martë.